Aksidenti rënd në Berat, mjeti del nga rruga humbi jetën 34 vjeçari plagosen dy të tjerë. Një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Berat Poliçan, ku si pasoj një person ka humbur jetën dhe dy të tjerë kanë mbetur të plagosur. Endri Vrushaj, 34 vjeç, banues në fshatin Vodic të qytetit Berati, dyshohet se ka humbur kontrollin e mjetit tip Porsche dhe i ka dalë nga rruga duke përfunduar në një kanal lansor ku fatkeqësisht ndroi jetë. Ndërkohë të plagosur rënd kanë mbetur dy pasagjerët, Alban Elezi dhe Gisi Sheu, të cilët janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Ushtarak në Tiranë për ndihmë mjekësore të specializuar. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë rrethanave të aksidentit. Njoftimi i policisë. Rreth orës 18 në rrugën Poliçan Berat, në vendin e quajtur Ura e Vodicës, shtetasi 34 vjeç, banues në Berat, duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga. Nga aksidenti ka ndruar jetë në vendngjarje drejtuesi i automjetit, si dhe janë dëmtuar dy pasagjerë që ndodheshin në automjet, shtetasit EA 36 vjeç dhe KG 37 vjeç, të dy banues në Berat, të cilët janë transportuar në spital. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.